Dhe Alba, kam thënë edhe diçka tjetër. Edhe në rast se vjen situata që ai krijon familje me dikë tjetër dhe përfundimisht është me dikë tjetër, u më mirë zgjedh të adaptoj fëmijë sesa të krijoj një fëmijë pa dashni. Se për mendimin tim, fëmia është pryti i dashnisë dhe nuk mund të bëj fëmijë me dikë që unë nuk e dua. Jo ti po thua që do rish me asnjë mashkull tjetër. Nuk do ri as me asnjë mashkull tjetër dhe pra, nuk do kjo bëj është një fëmijë me prall. asnjë mashkull tjetër. Kjo është një prall. Kjo është vendosmëria e Albës, nuk është sad story. Kjo është forca e Albës që unë e pranoj që nuk mund të jem as me mashkull tjetër përveç dikujt që unë e dua. Nga është shnimi. Pyetja numër 5. Pyetjet e fundit për secilin. Okej, Albi do të vetë diçka për vetë pastaj. Jo, e pyet më vonë. Më shpejt. Jo, mund ta pyes tani se replika. Ako të bëjmë Veç shkurt, Ako të bëjmë temën. veç shkurt luta Veç shkurt. me zëla shtemës lutem. Po ta shkruaj në publikun Unë 30 temë. unë nisa në kam studiuar dhe mu truri gjithmonë, sidomos të vitet e kaluara më ka interesuar shumë. Unë besoj se ti në mendime e ke bën një version të limit aq të madh, aq interesant, edhe kur përballohesh me realitetin, Kam një kontroll replik. me realitetin, kur realiteti me versionin tanë se e ke bën të madh, nuk ka logjike, përputhet. Nuk përputhet. Pastaj si përputhet asnjë gjë, po nëse Qofse versioni jot nuk përputhet me logjikën, si logjika unë për shkak të limi se ai u pajtu se ç'është situata, ti atëherë shumë reagon ashpër. A ban me të pyet pse reagon aq ashpër? Kur përputhesh me realitetin. Tani, Alba e kam dhënë versionin e raportit tim me Limi dhe Alba i qëndroi atij versionit, pa marrë parasysh se çfarë thot Limi. Okej. Në rast se Alba do e kisha ndjesin për Limin thjesht në trurin tim, Alba nuk do thoja rrugë tona janë nda kështu, por unë ndjesin për atë akoma e kam. Po sepse truni o i lehtë me Alba ndjesi. nga që kam ndjesin shpirtënore, Janë të lehtë, po janë të lehtë. Alba nga që kam ndjesin shpirtënore, kam këtë lloj gjendje emocionale shumë të dobët dhe shumë, jo të dobët, shumë kaotike. Se nuk e di se çfarë do ndodh më me jetën e Albës. S'ke kontroll. Nuk e di çfarë do ndodh ardhmja, për arsye se kam një pikpyetje shumë të madhe se çfarë po ndodh tani që nuk po më nuhat me ata mirë. Okej. Faleminderit.